në mandatin paraprak. Pra kjo është një rritje jashtëzakonisht e rëndësishme, pra prej 34%, dhe në të njëjtën kohë ende nuk janë numëruar votat nga mërgata jonë, ne jemi shpresë plot që do të kemi një rezultat jashtëzakonisht të mirë, dhe kur numërohet totali edhe në vota, pra Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë një rritje goxha të konsiderueshme dhe do të jetë e vetmja në fakt që ka rritje në vot totale, rritje në pikë të përqindjes, rritje në përqindje bazë, rritje në mandate. Pra e vetmja parti që në të gjitha aspektet, kudo që e matni, ka rritje. Përgjithsisht, Lidhja Demokratike ka në traditën e vet që në kompromiset politike të kërkoj postin e presidentit, dhe ndërkohë që nga koha e presidentit historik Ibrahim Rugova të bëjë kompromis për kryeministrin apo postet e tjera kryetar në parlamentit. Apo ndihni ju, dhe në fakt vlen për ju pyetja, por edhe për ju zotëra Figjiku. Apo ndihni të njëjtën traditë, pra Lidhja Demokratike kërkon postin e presidentit me ju dhe ndërkohë është e gatshme të bëjë kompromis për kryeministrin, kryetarin e parlamentit, sepse janë paketa, ne i keni të gjitha me ushtrues detyre në Kosovë. A do të zgjidhet një herë të gjitha? Janë dy çështje që do të ja ti përmend këtu. E para, këto zgjedhje janë bërë për shkak të dështimit të partisë së parë që të arrijë kompromis rreth zgjedhjes së presidentit. Pra këto në fakt janë zgjedhje për president. Është hera e parë në historinë e Kosovës që vendi ka shkuar në zgjedhje për shkak të një dështimi të tillë. Pra në esencë ky është prioriteti numër 1 edhe për shkak se kushtetuta dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese krijon një urgjencë të tillë. Nëse nga dita e konstituimit të kuvendit ne nuk kemi president për 60 ditë, vendi automatikisht do të shkojë në zgjedhje dhe nuk do të ketë fare rëndësi a kemi qeveri, a kemi kuvend konstituar, sa ai kuvend do të shkojë në shtëpi përsëri pas pak ditësh. Prandaj edhe nga aspekti kohor, edhe nga aspekti urgjencës kushtetuese dhe të krijimit stabilitetit politik në vendin tonë, është domosdoshme që kjo të jetë çështja e parë në rand të ditës dhe jo të shtyhet në mënyrë që pastaj gjithçka të lihet për 24 orëshin e fundit. Sa i përket temës që ju e ngritët, keni të drejtë që tradicionalisht LDK-ja i ka dhënë rëndësi të madhe këtij institucioni, për shkak se është institucion ku edhe determinohet mbajtja e balancave demokratike në shtetin tonë, është institucion ku determinohet mbrojtja e demokracisë në vendin tonë, dhe është institucion ku mbrohet integriteti, dinjiteti i qytetarëve, uniteti i popullit, por po ashtu aleancat të cilat i kemi të shenjta dhe ekzistenciale. Dhe ne nuk mund të pranojmë një institucion që është më pak i fuqishëm se sa vizioni që e ka ndërtuar presidenti Rugova për atë institucion. Atë dëgjojmë. Abdijiku janë të të drejta që LDK-ja dhe partia e tretë nëse kuptoni se kemi rritjet të mandatet në rritjet mandateve ka në partit të tjera. A do të merrni përgjegjësi për këtë çështje? Nuk besoj që rritjet mandateve ka dy kushte për LDK-ja. Pra është e pasakt, nëse i pash rezultatet partia që i ka pas 56 mandate 7 dhe të tjerat, pra ne kemi pas rritje proporcionalisht shumë më të lartë. Mendoj që ky rezultat është refleksion i punës së madhe në kohë shumë shkurtë. Duhet ta kuptoni që LDK ka qenë në një rezultat të rëndë edhe në vjetor, po edhe në vitin 2021 që është përsëritur, jemi ngritur një herë, kemi rënë, tash e kemi kthyer edhe një herë. Kjo është bazë solide për vazhdimin e angazhimit tutje dhe jemi mirënjohës për këtë rezultat. Pra e njohim si të tillë, e ushqejmë si të tillë dhe do të angazhohemi mbi këtë rezultat të tillë sot. Natyrisht do të punojmë që të kemi rezultate edhe më të mira. Kjo është tema. Të lutem se po të ndërprejmë që so. Pyetja ishte nëse është hipotetike, nuk mendoj që do të vim deri te një pikë e tillë, ne do të punojmë që të kemi institucione sa më parë. LDK-ja e ka kandidaturën e vet, dhe siç e përmenda, partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po. Dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës. Lutem. Zotëja Abdijiku thotë që prej të kemi në fillu me u angazhu për qëllimin e institucioneve, ne kemi dhënë përmend kompromisat me kompromis me emrin e zonës Osmani për postin e presidentës. Në këtë pikë nëse ju thret lëvizja vetëvendosje, ta zonë figura që i ka paraqit për kandidaturat e tyre për presidentin. Edhe tjetër nëse jeni të gatshëm me bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosja, ose nuk jeni të
të gatshëm të bashkëpunojmë me lëvizjen vendosja, ai në të dashëm ne u afrojmë me partitë që kanë qenë deri tash në opozit bashkë me juve, marrë parasysh që gjatë kësaj kohe kam ndërmjet bashkëpunim të tillë me PDT, me Aleancën për Armërinë e Kosovës. E para punës nuk do të kishte fare logjik të bënim fushat, dalim para qytetarëve, të propozonim kandidatura dhe më pas të refuzonin ato në momentin e parë që dalim në konferencë për media. Nëse është politika se imi as e Lidhjes Demokratike të Kosovës jemi aq jo serioz. Pra jo nuk kemi ndërmend të bëjmë kompromise me gjërat për cilat kemi kërkuar mbështetje qytetare. E dyta, aq sa po i shohim numrat gjithë bashkarisht. Duhet kompromis për të pasur institucione. Përndryshe përfundojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Pra kompromisi është